Ne vazhdojmë me besu në drejtësi. Lider ton politik, edhe historik, ka dhonë shembull që kur është interesi i vendit, e të kalojnë vetë vetën dhe ballavaçohen me një proces të pa drejt, në dobi të vërtetës. E vërteta është që lufta e ushtrisë ligjëtare të Kosovës dhe e qytetarëve të Kosovës ka qenë e imponume, ka qenë e drejtë, ka qenë luftë për liri dhe pavarësi. Ne besojmë drejtësi. Populli i Kosovës e pret me shumë interesim datën 16 shtator. Mbi bazën asaj që kemi pa deri me tani, nuk ka asnjë arsye, asnjë fakt, asnjë rrethon që çon në një vendim tjetër, pos vendim lirues për liderët tonë, për ish udhëheqësit tonë, edhe gjatë kohës të angazhimit tyre deri në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, po edhe në shpalljen e pavarësisë dhe në ndërtimin e institucioneve. Aja është proces i ndarë dhe nuk kisha dashur dikush që atë çështje me ndërlidh për me prodhu situata të pakëndshme dhe të panevojshme për vendin.